Kolona të gjata, rrugë të bllokuara dhe nervozizëm në timon. Kjo është pamja e paralajmëruar e Tetovës për muajt korrik dhe gusht, kur qyteti pritet të përballet me valën e parë të mërgjimtarëve dhe nisjen e sezonit të dasmave. Edhe pse ky skenar përsëritet çdo vit, infrastruktura rrugore mbetet e njëjtë, duke ngritur pikpyetje për menaxhimin e fluksit. Sektori i punëve të brendshme përsëri paralajmëron për zgjidhje përmes prezencës së shtuar policore, duke u zotuar se këtë herë do të ketë uniforma pothuajse në çdo udhkryq për të luftuar keqparkimet. Kështu që janë të paraparë në çdo udhkryq të ketë prezencë të pjesëtarëve të policisë, edhe në hapësira ndërmjet për të parandaluar parkimin e automjeteve në rreshtat të dyfisht dhe në për zonat të udhkryqeve, me qëllim që të mundësohet qarkullimi i lirshëm në komunikacion. Gjithashtu do të jenë në dispozicion edhe shërbimi i merimangës, të cilët do të ngrejnë apo do të marrin çdo automjet i cili do të pengojnë qarkullimin e lirshëm në komunikacion. Pjesëtarëve të policisë së uniformuar do të angazhohen edhe pjesëtarë të inspektoratit, pra inspektorë të policisë të cilët do të jenë të veshur me elek fluorescent, pra do të jenë të shenjuar si pjesëtarë të policisë dhe të njëjtë gjithashtu do të marrin masa dhe aktivitete dhe ata do të shërbejnë pra gjatë kësaj periudhe për parandalimin edhe të veprave penale për atë ndryshme që ndodhin në rajonin tonë. Por përderisa policia kërcënon me gjoba dhe karotrec, komuna zgjidhjen e kërkonte vetë qytetarët rezident. Kryetari Bilal Kasami u ka bërë apel banorëve lokal që t'i lënë makinat e tyre dhe të shfrytëzojnë autobusët, ndonse premtimet për rrugë të reja një kashje kanë mbetur ende pa u votuar në Këshill. Komunës së Tetovës, por njëherët tani më Tetova ka transport publik falas. Prandaj do të kisha lutur të gjithë banorët rezident të komunës së Tetovës që gjatë kësaj periudhe të mos shfrytëzojnë veturat e tyre për daljen në qytet, por të shfrytëzojnë transportin publik dhe t'ju japim më shumë hapësirë mërgjimtarëve që të lëvizin më lirshëm nëpër qytet. Po ashtu në rregjimin e rrugëve, të cilin në mbledhjen e radhës të Këshillit do ta kalojmë, do të bëhet rregullimi i shumë rrugëve, të cilat paraqiten si rrugë kritike dhe të cilat në bazë të projekteve të komunikacionit do të jenë rrugë një kashe, me çka do të lehtësojmë qarkullimin. Si një zgjidhje emergjente, komuna ka vendosur që oborret e disa shkollave fillore të përdoren si parkingje pa pagesë. Megjithatë, shumë qytetarë këto i konsiderojnë vetëm arnime të përkohshme të një problemi të thellë, ku kultura e keqparkimit dhe mungesa e një plani afatgjat strategjik do ta mbajë Tetovën të stëngarkuar dhe në kaos të plot edhe këtë verë.